dolëm pak nga tema. Jo, s'dolëm nga tema, është një temë kjo. Dhe pastori është pak në kontradikt me veten. Sepse ju thoni që ka bashkësi sataniste, ka njerëz të këqinj, këto superfuqit negative, dhe pak më parë Hoxha nga ana tjetër tha që këto magji t'i bëjnë pikërisht njerëzit e familjes. Pra këta nuk janë satanist. Po pse ti dënë fal, ti dënë që një sekond, ti mendon që në familje nuk ka njerëz satanist? Ata që merren me magji mund të jenë pjesë e familjes. Po janë satanist, marrë historia. Mos ndoshta për te shakat. Shiko si ndodh me pahirin e vet. Me pahirin e vet, prindi, nëna kryesisht, nëna, shkon e do shoh fatin e vajzës apo djalit. Sidomos vajzë. E shkon diku. Jo, shkon edhe tjera. Kjo është më e thjeshta. Shkon diku gjetk, duke paguar atje deri ke rasti siç tha miku pastori, shesin e për fatin e keq shtëpit, po marr këto vlerat nga pikpamja ekonomike financiare më të vogla. E shkon pretendon të shikoj e gjora fatin e vajzës. Ku do martohet, si do martohet atje më radhë, jep diçka, ti merr edhe diçka. Kjo është ajo energjia negative ose magji. Jo, satanizmi është tjetër gjë, është diçka më ekstrem. Kjo se ka shumë vajza, ka shumë vajza. Ornela nuk e ke iden, çfarë radhesh. Ja, vetë pe pohoni. Ja. Ajo që tha vetë Rioni. Njëra në fier. Çfarë janë këto? Sepse ti ke njerëz, janë njerëz me dhuntit veçanta apo janë zgjuar një ditë dhe kanë thënë do bëjmë diçka. Adela, ja ta them unë. Ja ta them unë çfarë janë. Janë njerëz që bashkëpunojnë me shejtanin. Bravo. Dhe të krijojnë një atmosferë që shumica ja thua atij gjërat dhe të duket sikur ti thot ajo. Po më kupton? Asgjë s'gjen ato. Po ta kam thënë prapë. Ora ato s'gjen asgjë. Asgjë fare, asgjë. Ato janë gjëra djallëzore, të gjitha. O zëmra, edhe djalli shikon, nuk shikon vetëm Zoti. Me erdhi në verë, isha në plazh, me erdhi një pastor nuk po e lë Anilën. Mo e ke kapur me mua. Okej. Thuaj. Magji pra që në hyrje. Jeni magji pas. Jo. Më ke bër magji. Magji e bardhë. Unë isha, nuk bëj magji të bardhë, unë isha në plazh. Edhe më vjen një grua atë, të keqën thotë, të bëj thotë, të tregoj thotë fatin tënd. Jeta është do të tregojmë fatin tënd. Cili është fati? Fati yt është ti me këtë që bën shkon në ferr. U shtang në vend. Si ma thua po i thash. Sepse ti je yshtur nga shejtani me të gjithë gjërat ti nuk e din fatin tim. Fati im thash nuk është i shkruar as në dorën time, nuk është i shkruar as në qiell, as në as në yje, shumë gjëra nga ato që kanë thënë ato kanë dalë. Po kanë dalë më pastor, kanë dalë dhe kanë dalë konçi si që kanë thënë. Sepse dëgjë, në qoftë se ti je njëri që jeton nën këtë pushtet njerëzish të cilët ty të vendosin nën presion, sepse është një presion që ju vendoset njerëzve nga këto njerëz. Dhe ti je nën presionin e fjalëve. Dhe ti fillon dhe i beson këto fjalë. Dhe kjo është e keqja njerëzve, i besojnë. Në qoftë se unë jam dakord me zonjën që tha, unë nuk i besoj dhe nuk e kap magjia këtë grua. Pse? Sepse nuk beson, sepse nuk ka lidhje me ta. Duhet besojmë ke magji që mos ta kapi magjia. Po, bravo. Nuk është ky Chelsea. Kjo është cili është. Më besoj nuk është Chelsea. Si nuk do ta besojmë? Si nuk do ta besojmë, pastor? Po, thjesht mos besoj ke magjia dhe nuk ka kap. Për mua është magjia nuk ka pushtet mbi mua. Unë jam i mbrojtur. Jo, nuk ekziston ky antidote. Si nuk ekziston. Jo, dëgjoj unë besoj. Unë nuk kap magjia. Le të ngrihen gjithë magjistarët e botës, unë nuk mbajnë magji dot. Si fenomen. Sepse të gjithë ata shiko. Jo, dëgjoj, sepse besimi im është ky. Të gjithë ata kanë pushtet ferrit. Dhe pushtetin e ferrit e ka mundur Zoti i Jezus. Jo, dhe ai Zoti im i shkatron pushtetin e tyre. Pikë. Jo, mjafton të shpëtosh nga magjia. Pastor, po to si fenomen ekziston. Po patjetër ekziston. Ekziston ka magji të bardhë. Mosbesimi si fenomen është tjetër gjë. Mosbesimi në ndikimin ndaj teje, ajo po me këtë jam dakord. Por si fenomen ka ekzistuar në çdo kohë. Jo, e beson se beson dy goca tona të mrekullueshme, ajo ekziston. Pra është njëri që thot tani, thot kështu, e thot me plot goçka rëndësi, nëse ekziston. Thot, më kanë bërë magji, thot edhe ka kokën aty. Mbaroj loja. Edhe kaq mjafton. Në qoftë se unë nuk besoj. Edhe kaq mjafton. Cili nuk beson? Në qoftë se unë nuk besoj tek magjit, njësoj si Anila, pra ne nuk besojmë te magjit, ne jemi automatikisht të mbrojtura?
Ja, nuk është e Jo, i mbrojtje je... Kush na mbron? Jo dua të di çfarë na mbron. Forca jote psikologjike, mendore, nuk bësh ti bëhesh normalisht bëhesh edhe kur shiko, ja këtë do ta them se në momentin që ke shkuar se përmende Fier, Lushnjë, Elbasan, ku e diun këto gjërat, një sekond, po mirë pra dua të pyes, e ke marr informacion nga mediat, nga interneti, apo e thën nga një shoqe e cila të është bërë shkas që ta besosh që unë kam qenë te ky vend dhe më kanë dalë. Dhe ti bësh se mendoj unë sikur Shqipëria mesme është më shumë e etur apo ka më shumë popullat që besojnë në shpejt. Besoj që po, për shembull në veri unë nuk kam dëgjuar shumë raste në veri që të besojnë tek këto magjit ose të shkojnë. Ka shumë. Ka shumë në veri? Ka shumë. Ka në veri. Ka shumë sepse Ka veriu më shumë se jugu po thoni pastor? Unë njoft njerëz dhe unë njoft se ka dhe një gjë more. Jo, këta kanë kishën e laçit, i lajnë më shpejt mëkatet. Dëgjoj. Ke kisha laçit. Ka njerëz lajnë mëkatet. Jo është bërë fiksim në pastrohesh shpirtërisht. Jo është bërë fiksim në kokë që ata kanë magji. Dhe ai fiksim është ai që natyrë drejt. Shaka, po. Askush nuk ka bë magji asnjëherë. Por thjesht fiksimi që dikush që ka bë magji po i shkatron jetën. Me trurin dalim aty ku e nisën pra që është. Mirë, mund të them unë një gjë pa u ndërprerë se është shumë e rëndësishme kjo që do them. Jo, po, shkoj. I vetmi magjistar, i vërtet, tek i cili unë besoj, realisht, është doktor Skerdi klinikës Kate. Ai vetëm bën magji. Pra, merr një njeri që nuk është shumë i bukur dhe e bën shumë të bukur. Pra, klinika Kate, që është dhe garanci për cilësinë, se s'është njësoj si tjerat, unë mendoj se magji aty bëhen. Aty mund të bëhet. Do thosh që bëhen magji me bisturi. Me bisturi? Okej, pra, po doktor s'kam nevojë për të shkuar te doktor Skerdi? Por, doktor Jo, më mbase ke qenë kote fundit. Jo, s'kam qenë, po do shkoj. Doktor Skerdi vërtet është magjistar. E pra. Dorën e tij. Po. Edhe me ato videot e bukura që bën. Nuk bën nuska. Ajo është magji. Bën video. E pa parë kur bën reklamën për klinik dhe ato momentet që nga puna që fut me ato këngët shoqëruse me stafin e Me qënë se jemi në vënqe dhe do japim dhe mesazhet vënqe. Agjërimi është një sprove madhe dhe pse Zoti na sprovon ne? Shiko, unë nuk besoj që Zoti ka nevojë. Njerëzit që agjërojnë, i zën magjit? Besimi im është që Zoti nuk ka nevojë me mbunë provë. Unë jem njëri i cili tër ditën, nga mjesi deri në darkë, vehem në provë nga djalli. Dhe kur unë agjeroj për të mundur këtë lloj fuqish. Pra fuqit e këqija. Sepse Zoti s'ka nevojë të më provoj. Mos është agjerimi pastor një metodë mirë për të mbrojtur nga magjit? Shiko, agjerimi është një ndër gjërat më të mira që njeriu duhet të bëjë. Dhe kohët e fundit, nëse ju keni dëgjuar, sepse unë që kur kam qenë i krishterë në fillimet e mia 34 vite më përpara, kam patur një stil jetese që një herë në muaj agjeroja 3 ditë pija vetëm ujë. Për 3 ditë rresht. Po mos e bënit për të humbur peshë pas. Për jo, e qyja argjim. Tani kohët e fundit. Sa shpejt e paragjikon. Kohët e fundit. Jo, thjesht po pyet. Pastori është olimpik, unë e njoh ndjej rrjetet. Pastori është i palestruar, prandaj po e them. Është number 1. Tani pastor se jemi edhe në mesazh se jemi live. Mesazh vënçe. Tani mjekësia ka zbuluar që agjerimi vetëm me ujë është një ndër gjërat benefitet më të mëdha që trupi i njeriu mund të bëjë. Mund të çlirohesh nga shumë toksina. Mund të jesh duke, pra do të thonë agjerimi është shërim. Pra, edhe magji. Vënçe. Agjerimi është kalim nga toksioria, nuk po theve plot, drejt hynores. Absolutisht. Pra nuk punon shpirt. Sepse po, i le hapësirë, shumicën e hapësirës njeriut, i le hynores, apo shpirtërores. O që do na thuash një varg kuranor? Larg, po. Ajo që preferohet, thuhet, apo që përmendi Ornela, është kur je i agjërueshëm nuk bën vaki që nuk do asnjëherë që të zëj magjia. Më pakta. Kur je agjërueshëm, jo. Kushdo qoftë. Se në marrëdhënie direkte me Zotin. Absolutisht. Po, një varg kuranor nuk na e the. Po, do them ato që përmendë pak se eudhu billahi mine shejtani rajim. Kërkoj mbrojtje nga Zoti nga djalli i mallkuar. Përmendja e kësaj në çdo të gjithëve. Duhet thonë kjo që ta kemi një se si di. Do që këtë studio të lutem se na ka zënë. Jo, nuk e beson. Ti pastor nuk e beson, ne na u thye xhami këtu.
Na thye Xhami që ditën e parë. Ti se beson Kur. Po s'është magji, më është energji negative. Kishte. Na kishte zë syri, pastor. Syri. Mashallah. Mashallah. Edhe për bardhazin. Unë them e gjitha fillon dhe mbaron këtu. Ato që thash unë fillim të Që kanë bërë magji trurit. Mua ma mori kjo. Është shumë e vërtetë që fiksimi është... Por unë mesazhi im është që unë do vazhdoj që të i rezistoj magjive, do me thënë që mos besoj, por jap fjalën Hoxhës, që me gjithë bashkëshortin tim, me qënë se jemi bektashi, Argjërin Minashëm do ta bëjmë të plot, dhe me pastorin, te pastori do shkojmë në palestër po të dy. Ti dashke të mbrosh edhe trupin, edhe shpirtin, edhe mendjen. Kombinimi perfekt. Edhe ardhja në emision. Vëndqja? Vëndqja ime është që në këtë botë ka shumë njerëz të këqinj që duan të keqen e tjetrit dhe që janë gati të shesin shpirtin e tyre vetëm ta shohin tjetrin keq. Por në fakt, duke shitur shpirtin e tyre, i vetmi person që arrin t'i bëjnë keq është vetja e vet. Amen. Son do thoya që planin e Zotit nuk e ndryshon dot askush. Yes! Paçi i nato, Zoti ju plas të zëmra, se plani i Zotit është vetëm Zoti nuk Edhe po thua Xhami, prap Xham tjetër do sjellim këtu, prap Xham Ka tjetër. fillimi do e bëjmë. Shkojmë në publicitet dhe në ndeshjen bardhazi. Bëuni gati për sherr.